Maturantët kanë shumë shkolla të mesme në Tetov ku mund të zgjedhin drejtimin për të ardhmen e tyre. Përveç drejtimeve të përgjithshme, po ashtu shkollat ofrojnë edhe drejtime profesionale që ata mund t'i ndrit një ardhme e mirë. Sot këtu nga sheshi i Tetovës jemi për të marrë pjesë në panairin e radhës të shkollave të mesme të komunës së Tetovës, ku prezantojnë shkollat e mesme komunale, janë 5 të tilla, shkolla shtetërore rajonale, shkollat private, pra gjithë shkollat të cilët ofrojnë programet e tyre për nxënësit e rajonit të Pollogut. Këtë vit fatmirësisht kemi rritje të numrit të nxënësve të cilët do duhet të paraqiten për regjistrim në shkollat e mesme dhe sipas të dhënave që i kemi për momentin, bëhet fjalë për një numër prej 2167 nxënës, nga të cilët 1800 me mësim në gjuhën shqipe, 337 me mësim në gjuhën maqedonase dhe 30 nxënës me mësim në gjuhën turke. Po ashtu kemi rrisi edhe në programet që ofrojnë shkollat e mesme, më konkretisht shkolla e mesme ekonomike ofron nga ky vit programin e marketingut digital, që besojmë se është një rrisi në drejtim të adaptimit të ofertës së programeve shkollore me kërkesat e tregut. Kjo është një mundësi e mirë për gjithë nxënësit e shkollave fillore për t'u njohur me drejtimet cilat i ofrojnë shkollat e mesme, por njëherësh edhe për të promovuar drejtimet të cilat janë të rëndësishme, por fatkeqësisht duke pasur parasysh përvojën e kaluar, nxënësit nuk janë shumë të interesuar për t'u regjistruar në këto shkolla, më konkretisht shkolla e njohur si shkolla e mesme tekstiles apo shkolla e mesme profesionale, shkolla ekonomike dhe gjimnazi 7 Marsi. Veçmë jemi në procedurë të tenderimit të ndërtimit të objektit të shkollës së re të tekstiles dhe gjimnazit, me çka besojmë se përfundimisht do të zgjidhet problemi i gjimnazit 7 Marsi, por edhe i shkollës mesme tekstiles sa i përket objektit, dhe këto dy shkolla të cilat janë të rëndësishme për komunën tonë, besojmë që diku nga mesi vitit shkollor të ardhshëm do të jenë në dispozicion të nxënësve. Shkolla mesme ekonomike të shtatari ofron arsim 4 vjeçar në këto drejtime. Kena drejtimin ekonomik, drejtimin juridik, si dhe si risi kena një drejtim ose një profil arsimor të rinj që është marketingu digital. Këtu, tregu i punës ka shumë kërkesa dhe munges në këtë drejtim. Prandaj ne ofrojmë këtë drejtim që është shumë i kërkuar nga rinia e sotshme. Në emër të shkollës ekonomike të qytetarit, falenderojmë kryetarin e komunës së Tetovës Bilal Kasamin për organizimin e ditës së hapur dhe për promovimin e profileve arsimore.
Me që se ne jemi shkolla më e madhe profesionale, ofrojmë drejtimin motor medicinale ose infermieri, teknik farmaceutik, teknik fizioterapeutik, laborant, asistent dentar, teknikat e dhëmbëve dhe shërbimet të bukurisë ose kozmetik. Me që se tregu i punës tani kërkon shkollën profesionale të mjekësisë, ne jemi shkolla më e kërkuar dhe ju sigurojmë të rive një të ardhme të sigurt me diplomën që marrin në shkollën tonë. Në radhë parë gjimnazi është gjimnas, drejtime që ka gjimnazion, është dhe më thonë gjimnazi, drejtimi matematikë natyror, grupi A dhe B, pastaj te drejtimi shoqëror humanitar, mes tjerash kemi edhe drejtimin gjustor artistik, kjo është në atë aspektin profesional mendoj. Po arsye tjetër është edhe shkolla, është një prej shkollave më të mira që kemi. Si vjetë kemi mbaroj me punimet e sallës sportive, besoj që në shtator veç do e kemi në dispozicion. Ka edhe 1000 arsye tjera, jemi ndër stafit profesorëve ndër më të mirë që është në qytetin tonë.